Andon Zako Çayupi. Andon Zako Çayupi 1866-1930 është një nga figurët më të rëndësishme të rilindjes kombëtare shqiptare. Ai njihet si poet patriotik, satirik dhe dramaturg, I cili përdori letërsinë si mjet për të zgjuar ndërgjegjet kombëtare dhe për të kritiquar problemet shoqërore të kohës. Ai lindi në shqiptar të Zagorisë dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës në Egjipt, ku ishte pjesë aktive e kolonisë shqiptare dhe e lëvizjes kombëtare. Konteksti historik. Çayupi jetoi në një kohë kur Shqipëria ishte ende nën perandorinë osmane dhe përballej me sfida të mëdha politike dhe kulturore. Lëvizja e rilindjes kombëtare kishte si synim përhapjen e gjuhës shqipe, zgjidhjen e ndjenjës kombëtare, përgatitjen për pavarësi. Në këtë realitet, Çayupi përdori penën si armë për të luftuar për prapambetjen dhe për të nxitur dashurinë për atë. Vepra më e njohur e Çayupit është Baba të Mori, 1902, një përmbledhje me poezi patriotike dhe satirike. Tema kryesore: dashuria për atë, kritika ndaj zakoneve të vjetër, ironia ndaj prapambetjes shoqërore, rëndësia e arsimit dhe përparimit. Në këto vepra ai ndërthuroi ndjenjat kombëtare dhe humorin dhe satirën, duke e bërë poezinë e tij të kuptueshme dhe të dashur për popullin. Vepra dramatike. Çayupi kontribuoi dhe në dramaturgjinë me veprën 14 vjeç të ëmbël, një komedi që kritikon martesën e hershme dhe mentalitetin patriarkal të kohës. Përmes humorit dhe situatës komike, ai trajton problemet serioze shoqërore si martesa me interes, mungesa e arsimit, barbarazia gjinore.